Vajza e Niko Peleshit jep lajmin e rëndësishëm, konvertohet në fen myslimane. Aleksia Peleshi, vajza e Niko Peleshit, ka rrëfyer hapur se është konvertuar në fen islame. Aleksia është shprehur se udhëtimi i saj shpirtëror ka nisur 5 vite më parë, kur për herë të parë kishte marrë pjesë në faljen e xumas. Sipas saj, rruga drejt besimit ka qenë e gjatë dhe e menduar me kujdes. Mu deshën vite që të ndjeja momentin e shahadetit. Ky ka qenë një vendim i pjekur, ka theksuar ajo.